Legjendat e futbollit që lëshuan veten të lirë. Ronaldo Nazario, fituesi i topit të ardh dhe ylli i Brazilit, padyshim e lëshoi veten duke arritur në 118 kg në peshë. Roy Sondrend, nga të luajtur në klubet më të mira evropiane me legjenda, shkoi në larjen e enëve të pistat të dhomës. Përpjekja e Karim Benzemas për të shantazhuar shokun e tij të ekipit për një video seksuale rezultoi në një vit burg. E di që ndoshta e them shpesh, por s'ka si ta them mjaftueshëm. Faleminderit që jeni këtu. Çdo koment, çdo fjalë, çdo shikim ka qenë arsye pse vazhdoj ta bëj këtë që bëj. Nuk është gjithmonë e lehtë, ndonjëherë lodhem, ndonjëherë mendoj ai ja vlen, por pastaj në komente shoh emrat tuaj dhe më kujtohet pse fillova. Dhe sot dua të kërkoj diçka që për mua ka shumë rëndësi. Nëse doni të më mbështesni më shumë dhe të bëheni pjesë e këtij udhëtimi në një mënyrë më të afërt, ju ftoj të bëheni antar të kanalit. Jo për luks, jo për numra, por sepse çdo antarësi më ndihmon të vazhdoj të krijoj, të rritem dhe të ndajem më shumë me ju. Si member do të jeni më pranë meje. Do të merrni përmbajtje që se ndaj askund tjetër dhe mbi të gjitha, do të jeni pjesë e kësaj zemre që po ndërtojmë bashkë. Mjafton të klikoni join, bëhu antar poshtë videos, dhe nëse e bëni, dua ta dini, ku unë do ta vlerësoj me gjithë shpirt. Faleminderit që më jepni forcë çdo ditë. Ju dua sinqerisht. Pra, Karim Benzema. Le të futemi në rënien e ish sulmuesit